13 kilometra larg Shkodrës, fshati Zogaj ka qenë gjithmonë i lakmuar nga vizitorët vendas dhe të huaj. Por mungesa e investimeve prej dekadash dhe kushtet e vështira kanë ndikuar që ky fshat të shpopullohet. Sot, me ndërtimin e rrugës së re, për banorët është ndezur një dritë jeshile. Ata shpresojnë që ky investim t'i hapë rrugë të tjerave dhe të ndihmojnë në rritjen e numrit të turistëve dhe rimëkëmbjen e ekonomisë lokale. Veç turizmit për gjë tjetër, që turizmi na që dalim lësh, shkojmë vim në qytetin e Shkodrës. Jo për ne, po për tonë, Shqipnin. Rruga shumë bukur, punimi shumë bukur. Tash ajo rruga ndjen për në kraj. Se era porçi. Po, besoj se po. Ta karavan vin më shpejt në Shkodër e na. Fshati Zogaj, në kufi me malin e zi, në breg të liçenit të Shkodrës, është një atraksion i vërtet turistik. Degët kryesore janë peshkimi, por edhe puna në tezgja, ku artizanët nuk kanë harruar traditën. Dikur kjo zonë ka numruar 200 shtëpi, sot kanë metur rreth 70. Ato janë të ndërtuara rreze mali të Taraboshit dhe mbërrin deri në lartësi 200 metra mbi nivelin e detit, me shkallët karakteristike që janë atraksion me vete.